të linjëzuar me partnerët tanë strategjik. Nesër ju nëse fitoni, do të luftoni për vulën, për ta marrë vulën, apo do të ktheheni PD-ja pra, apo do të mbani koalicionin Euroatlantik? Pa diskutim çështja gjyqësore vazhdon. Po. Dhe siç thash në fillim të kësaj interviste, ne konsiderojmë veten partia e vërtet demokratike. Koalicioni Euroatlantik, Demokratë të Sakrificave. Çështja gjyqësore vazhdon, është në gjykatë lart. Duhet lajë me radhë çfarë të shtyju me bëhet marrëveshje me Ramën. Marrëveshja me Ramën e 2017-s është një marrëveshje e cila është lavdruar më shumë nga kushdo tjetër nga zoti Berisha, nga zonja Topalli, nga dhjetra tjerë që sot bëjnë sikur ishin kundër marrëveshjes, por që është fakt publik që kërkonin që Partia Demokratike të gjente një mënyrë për të hyrë në zgjedhje. Ndërsa atë që fshehin këta është që drafti i marrëveshjes erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po t'i kthehemi intervista që gjen fare kollaj në YouTube apo në Google, e kuptonin që të gjithë ta që bëjnë sikur ishin kundër marrëveshjes, të gjithë ishin të njëzëshëm që plani i ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një marrëveshje politike për zgjedhje të lira të ndershme, ne si Parti Demokratike duhet ta respektonim. Dhe mos harro, ajo që quhet marrëveshje faktikisht ishte heqja e pothuajse gjysmës së anëtarëve të kabinetit Ramës dhe zëvendësimi i tyre me ministra teknik të propozuar nga Partia Demokratike. Tjerat pastaj janë thjesht propagandë dhe trushplarje për ata që duan të gënjejnë veten e vet, ata janë të pashpresë. Në kohën që keni qenë kryetari i Partisë Demokratike, ju keni qenë kryetari apo ka qenë Berisha? Pa diskutim kryetari kam qenë unë, por roli i Sali Berishës ka vazhduar të ishte shumë i fortë dhe me ndikim. Për fat keq, sepse kjo është pjesa e përgjegjësisë time, kjo do të thotë që për çështje të ndryshme që tani bën sikur është dorë jashtë, që nga djegja mandateve deri te mos pjesëmarrja në zgjedhjet lokale, ai ka qenë jo thjesht iniciator, ka qenë ai që ka hedhur idetë, por ka shtyr bashkë me grupin e mbështetësve të tij sa më shumë që këto të ndodhin. Ju vetë keni pasur një mendim që të shkoni në këtë pikë si ndjekjen e mandateve? Unë marr përgjegjësitë e mia, nuk i ikë përgjegjësive të mia, sepse në fundit, siç e tham, kam qenë kryet Partisë Demokratike ku këto vendime u morën nga Këshilli Kombëtar. Ndjekur te rrugë. Nuk jam njeri i pendesës, jam njeri i reflektimit. Pra mësoj nga gabimet dhe përpiqem mos t'i përsëris e të bëjmë më mirë. Fakti është që ne u përpoqëm që pas ndjekjes mandateve dhe pas mos pjesëmarrjes në zgjedhje lokale ta kthenim këtë në një kapital politik për zgjedhjet parakoshme me një qeveri teknike. Nuk ja dolëm kësaj. Shkuam te marrëveshja 5 qershorit, dihet pjesa tjetër e historisë, e pavarësisht gjithave, pavarësisht gjithë ngarkesave, negativizmit, këtë mos harro, në 2021-shin Partia Demokratike nuk ka thjesht rezultatin më të mirë, siç thot sot Rama, por siç tregojnë hetimet e SPAK-ut, ka fituar zgjedhjet dhe ato janë vjedhur nga Rama në bashkëpunim me krimin e organizuar.